Sot është vërtet një ditë signifikative, një ditë e veçantë dhe për mua shumë e bukur, që jam pjesë e këtij aktiviteti. Është një ditë në cilën ne duam të shprehim mirënjohjen, t'ju falenderojmë se cilin nga ju që jeni në sallë, por jo vetëm ju që jeni në sallë, gjithë ata që kanë qenë pjesë e kësaj nisme, që kanë qenë pjesë e vullnetarizmit për organizimet që bën Federata e Futbollit. Unë duhet ju falenderoj për çfarë do që keni bërë. Nëpërmjet pranimit ftesës nga ana juaj, na keni bërë gati institucionin e parë në Shqipëri që kemi një grup vullnetarësh të organizuar. E kemi filluar me finalen e Conference Ligës, me vullnetarë realisht jo vetëm nga Shqipëria, por pothuajse nga gjithë bota, dhe e kemi vazhduar. Sot kemi një grup të konsoliduar, të cilët kontribojnë në organizimet që bën Federata e Futbollit, jo vetëm në ndeshjet ndërkombëtare, por në të gjithë organizimet e ndryshme, në profesionet ndryshme. Padyshim që është një sakrificë nga ana juaj, por është edhe një kënaqësi për atë që ju merrni. Kënaqësi sepse vërtet shihni atë që ju i shërbeni shoqërisë shqiptare, jo vetëm Federatës së Futbollit. Padyshim futbollit, lojës që ju e keni pasion. Ky është edhe një rast i mirë që ne le të themi të shkëmbejmë disa mendime për përmirësimin e punëve që ne bëjmë. T'ju urojmë një vit 2025 sa më të mirë, sa më të shëndetshëm dhe sa më të suksesshëm për ju, për dashurit tuaj, për gjithë ne, por edhe për futbollin i cili neve na bashkon.